Radioja mbetet mjeti komunikues I cili krijon privatësinë ndërmjet drejtuesve të emisioneve të radiove dhe dëgjuesve të tyre. Mbetet ai mjet komunikimi I cili lejon fantazinë dhe imagjinatën të zhvillohet e secili dëgjues në mënyrën e tij. Kështu vlerësuan punonjës të radios në Kosovë në ditën botërore të radios. Mirë se erdhët. Përderisa do të flasim edhe për ditën ndërkombëtare të radios. Ne kthehemi shumë shpejt. Dorën zemër nuk kemi mësuar me punu me kamera, për ata e dojmë radion. Drejtuesi I emisionit Metropol në Radio Kosovë, Berat Miftari, në ditën botërore të radios shpjegon se ky mjet komunikimi është ai I cili ja krijon ndjenjën e privatësisë dëgjuesit dhe vetë drejtuesve të emisioneve. Radio është mjeti I cili komunikon me të tjerët nëpërmjet krijimit dhe zhvillimit të fantazisë dhe imagjinatës të dëgjuesit, e që, sipas Miftarit, e tërë kjo fuqizohet në një vend në radio. Radio e ka atë privatësinë, edhe nëse humbat privatësia atëherë nuk ka më radio. Duhet me lënë çdo njeri në imagjinatën e vet me pa atë fotografi për cilën je të fol ti. Ai e shën versionin e vet, ti e shën versionin tënd, po ekziston gjithmonë ajo lidhje. Gjua e jon, gjua shqipe, një e ka mundësinë me prodhu figura. E radio thjesht kërkon me u prodhu figura. Realisht nëse këto e mrin, atëherë je shumë afër me dëgjuesin ose je një frekuencë me dëgjuesin. Teknikja në Radio Kosovë Myrvete Bunjaku, e cila është në këtë profesion mbi 30 vjet, flet me nostalgji për kohën e punës së saj në Radio Prishtinë dhe për punën më të vështirë në aspektin teknik. Kemi qizuar që ata shirita, ka qenë montazh shumë e vështirë. Sot I ki gjitha kushtet ma të mira s'ka. Tash një njeri, për shembull, e kryen që të mundet me kry jo 6 orë, 8 orë, po mundet kushti se sa me punu, lodhje nuk ka psikikisht është ngarkesë, edhe tash është ngarkesë psikike, po prap ma shumë ma letër. Sipas Komisionit të pavarur për media, në Kosovë janë të regjistruara 83 radio, 4 me frekuenca kombëtare, 68 me frekuenca lokale, si dhe 11 radio me fuqi të ulët. Qytetarët thonë se më shumë preferojnë internetin dhe televizionin krahasuar me radion. Pak shumë. Sa? Vet. Pa lidhje s'di, kom televizion, internet, radio së ngoj. Radio? Po. Dëgjojmë ka pak. Ka dhe prej tyre që me del humorin flasin për këtë çështje. Edhe s'kom radio, as s'kom makinë, vesh një grupo e kom, edhe kom me ndëgju. Emisioni Metropol pikrisht në ditën botërore të radios u vizitua edhe nga fëmijët të qerdheve. Dita botërore e radios u shpall në konferencën e 36 të përgjithshme të UNESCO-s në vitin 2011, ndërsa është propozuar nga Spanja një vit më parë.